Fitoria në Moldavi më 7 qershor 1995 ishte suksesi i parë i kombëtares në transfert në një ndeshje eliminatore. Foto e përqafimit të Bajkos me Sokol Kushtën në Kishinjev ishte shëmbulltyra e një emocioni të pastër, mes trajnerit dhe lojtarit të tij të preferuar. Një përqafim çlirues drejt një të ardhme më të mirë për Shqipërinë e futbollit. Kushta ka qenë lojtari më i besuar i Bajkos. Dhe në atë neshje, Kushta ka qenë nga lojtarët më të mirë në fushë. Kam shkuar me vrap afër bankinës, sepse e prisja që diçka do bëte Bajko me Kushtën. Sepse thash, Kushtën e ka pasur lojtarin më të preferuar. Shqipëria nuk ishte më e izoluar në arenën ndërkombëtare të lojës. Kuqëzin kishin filluar më në fund të flisnin me rezultate. Vështirësitë e një fillimi të ri në një vend me demokraci ende të brisht ishin të pranishme. Sakrificat e një brezi që donte vetëm të luante, kishin filluar të jepnin frytet e para. Kombëtarja për herë të parë do të kishte edhe një fotoreporter personal, Adnan Hykën, lidhja e të cilit me përfaqësuesen ishte bërë mundur fal pasionit të tij sportiv, por dhe vështirësive me të cilat shpesh përballej skuadra para udhëtimeve të saj. Shumë veta ishin jashtë shtetit. Do vinin për ndeshjet e radhës u merrshin viza, u deshin fotografit për dokumenta, do bëshin pasaportat. Dhe unë arrita të krijosha një arshiv me gjithsej që vishin futbollistat të ri, bëshin foto, dhe gjithçka ishte e gatshme në në studion time. Tani çdo moment historik si ai i Moldavis do të mbërthejë në një shkrepje të vetme. Shqipëria në eliminatorët e Euro 96 kishte treguar se mund të luante e barabartë në çdo kundërshtari. Fitoria në Moldavi, por dhe të tjera sfida të atyre eliminatoreve, mes të cilave dhe ajo i 16 nëntorit të 1994 në Qemal Stafa ndaj Gjermanisë, ishin konfirmimi. Kuqezin të mundën 1-2, por për shumë momente arritën t'i fusin të dridhurat përfaqësuese së herë kampionet të botës. Zmiani godit dhe skuadra jon ka barazuar. Ai goli shënuar nga Zmiani në minutën e 32 të asaj ndeshje në Qemal Stafa do të qëndronte përgjithmonë si një çast i paharrueshëm në historinë e kombëtares. Unë gjithnjë kam qenë më tepër për atmosferën brava, gëzimin e golit, sepse ai është fantastike, dhe gjujtja e Zmianit, unë kam qenë me sporte, kam kaluar pastaj pothuajse kam hyrë dhe pak aty në fushë që kam marrë futbollistët në gëzimin e golit. Dhe kushdo nuk e priti që do ta gjulte Zmianin atë. Vështirësitë megjithatë vazhdonin të ishin të pranishme. Pjesa dërmuese e futbollistëve luanin jashtë vendit dhe për Neptun Bajkon, trajnerin e një federate të vogël dhe pa buxhet, përcjellja e sfidave të tyre në kampionatet ku ata luanin ishte e pamundur. Ajo e tija do të ishte një kombëtare me telefon. Martin Braun, Cardozo, Altin Rakli, Uwe Wasmer. Në atë periudhë Altin Rakli po bënte emër në Gjermani me skuadrën e Freiburgut. Në vendin fqinj, ndërkohë Foto Strakusha ishte zgjedhja e portës për skuadrën më të fortë të Greqisë, Olympiakosin. Një brez i mirë lojtarësh, por që luanin në një periudhë të vështirë. Shqipëria gjithmonë ka pas lojtarë individual shumë të mirë, shumë përgatitur, sidomos në atë kohë. Po flasim një pjesë e mirë ishte i brezit 80-90, pavarësisht se koha nuk na përshtatet mirë me futbollin modern të asaj kohe që të përballeshim mirë me kundërshtarët tanë, domethënë europian. Rezultatet në rritje të kombëtares dhe krijimi i një brezi cilësor ishin pasojë të një kampionati që po e rimerte vetëm pas disa viteve transicioni.
Një skuadër po spikëste në futbollin shqiptar, me një titull dhe një kupë të fituar, Teuta e Durrësit, që po shndërrohej në krenarinë e klubeve shqiptare në arenën kontinentale. Skuadra durrësake, pasi kishte eliminuar finlandezët e turkus në raundin e dytë të kupave, do të përballej me gjigantët italian të Parmës, që vetëm pak muaj më parë kishin fituar Kupën UEFA. Pjesë e atij ekipi ishte edhe bullgari Risto Stoichkov, fituesi topit të ardhë në 1994, që në atë periudhë me Shqipërinë nuk do ta lidhte vetëm ndeshja me Parmën ndaj Teutës, por dhe sfida ndaj kuqezimve më 6 shtator, po në Qemal Stafa. Stoichkov ishte ylli i Bullgarisë, që në botrorin e 1994 ishte renditur e 4-ta në botë, duke eliminuar dhe Gjermaninë në çerek finale. Ajo ndeshje i fituar nga bullgarët në botror kishte bërë jahon në të gjitha mediat ndërkombëtare, përfshi edhe Shqipërinë. Bullgaria vinte në Tiranë si kryesuese e grupit. Më 7 qershor, kur Shqipëria kishte mundur Moldavinë, bullgarët kishin arritur një tjetër rezultat historik ndaj Gjermanisë në Sofia, duke përmbysur ndeshjen nga 0-2 në 3-2. Stoichkov kishte shënuar 2 herë në atë sfidë. Ardhja e Bullgarisë në Shqipëri ishte një ngjarje e rëndësishme sportive, dhe kjo vjen edhe në titujt e mediave të shkruara. Trajneri Neptun Bajko duhet të përgatiste skuadrën për të përballuar një tjetër kundërshtar me emër në arenën ndërkombëtare, dhe kjo nuk ishte një detyrë e thjeshtë. E quaj një nga ndeshjet më të vështira në kuptimin e para përgatitjes së kësaj ndeshje, sepse e dija çfarë ekipi ishte, e dija vështirësitë e ndeshjeve që kishim ne historikisht me bullgarët, që janë ekipe të vështira për të mundur na neve, sepse edhe ata kanë një mentalitet edhe një dëshirë si Ballkanas, që pasurojnë vlerat e tyre. Përballë ishte një ekip i madh, dhe rezultati natyrshëm për Shqipërinë nuk ishte një detyrim. Kishte diçka ndeshja me Bullgarinë që më lehtësonte. Edhe nëse ekipi nuk do të arrinte një rezultat pozitiv, isha plotësisht inteligjent dhe justifikuar që përballë atij ekipi asnjë ekip nuk mund të bënte gjë. Dhe kjo me këtë frym, me këtë psikologji, përgatita veten time, po përgatita dhe ekipi. Duke thënë që s'kan asnjë gjë ata më tepër se ju. Luajnë në ekipet të mëdha dhe ju luajnë në ekipet. Ju keni dëshirë më të madhe se sa ata. Ju do pasiononi vlerat e tuaja ju janë më të mira. Dhe po i dhat ato në fush, ata do i duken lojtarë të zakonshëm. Kombëtarja përpara sfidës zhvilloi dhe një stërvitje të fundit në Qemal Stafa. Dhe trajneri Bajko kuptoi që gjëja më e rëndësishme ishte zhveshja e ekipit nga çdo ngarkesë psikologjike. Pashi ekipi ishte i shiruar, isha shumë i qetë. Në vetëm ndeshje që kam qenë shumë i qetë gjatë gjithë kohës. Atmosfera në stadiumin kombëtar atë pasditë shtatori ishte elektrizuese. Kombëtarja nisi mirë, duke rrezikuar që në fillim pas një zbritje të shpejtë me sulmuesin e Mariborit Kliton Bozgo. Megjithatë, Bullgaria kishte në fushë Stoichkovin, dhe topi i artë i tregoi vlerat e tij në minutën e 8, me një gol që befasoi të gjithë. Pasi topi i goditur prej tij mbeti i ngecur në rrjet. Ai gol mund të ulte në ana psikologjike dhe uli dhe entuziazmi e publikut, sa që publiku ngeli topi aty. Pra kjo të shëm në tokë në momentin e parë psikologjikisht, një gol i tillë. Për fat keq ndodhi kjo që ne psum gol që në fillim. Edhe patjetër që nga ana psikologjike çdo lojtar mendon kush do e marrë këtë sot. Shqipëria megjithatë nuk mbeti peng i këtij goli. 2 minuta më pas një arkimi në zonë, Rakli barazoi shifrat, me një goditje që nuk i la asnjë mundësi reagimi portierit Mihajlov. Kërcen me kokë Bledar Kola në zonë, ndel topi unë pa u mendu fare godas, edhe shko topi në rrjet. Ai gol na dha, domethënë, moralin e duhur, domethënë na ktheu në lojë. Reagimi i ekipit ishte shumë i mirë dhe goli i Raklit ishte akoma më i bukur. Dhe kjo e rriti së tepërmi entuziazmin e publikut për ekipin tonë. Goli i barazimit krijoi një avantazh psikologjik të kuqezind, ndërsa në minutën e 37 kombëtarja mori dhe një përsi numerike në fushë. Në ato eliminatori ishte vendosur rregulli për ndëshkimin e lojtarit të fundit në rast ndërhyrje të gabuar.
Në minutën e 37, Rakli, teksa po i drejtoi portës, u ndal nga Hupçev, që u ndëshkua me të kuq. Bullgaria do të luante pjesën e mbetur të ndeshjes me 10 vetë. Në momentin që diçka tek për tek me portierin, ai më futet nga mbrapa Hupçev edhe del me karton të kuq. Kishte goxha kohë, domethënë që ne edhe mund të merrnim guximin ta sulmonim kundërshtarin pak më shumë. Pjesa e parë u mbyll në barazim 1-1. Në dhomët e zhveshjes, Bajko kuptoi se ekipi kishte shpenzuar jo pak energji ndaj një kundërshtari të fortë dhe kërkoi nga të tij të tregoheshin të kujdesshëm. Pas në pushim të lojës që ekipi ishte tmerrsisht i lodhur. Kishin anxhuar shumë energji. Të gjithë lojtarët ishin shtrirë në çimento. Dhe kjo gjë më bëri të reflektoj. Ç'të të them këtyre? Thash vetëm diçka. Mos i rumbej publiku, entuziazmi i stadiumit. Çuna, luani në gjysmën fushën tuaj. Në pjesën e dytë Shqipëria bëri një lojë të tërhequr, duke mos i lejuar shumë iniciativën Bullgarisë. Edhe pse në superioritet numerik 15 minutat e fundit, beteshin gjithmonë të rrezikshme për kombëtaren tonë, e cila shpeshherë ishte ndëshkuar në fund. Më trëmnin vetëm 10-15 minutat e fundit, se dija që ekipi ishte tmerrsisht i lodhur. Shqipëria arriti të ruaj barazimin. Ishte barazimi i vetëm i marrë nga Bullgaria në ato eliminatore. Një rezultat historik për kombëtaren shqiptare që në ato 90 minuta luajti ndeshjen më të mirë të periudhës Bajko. Skuadra shkoi të përshëndetej me publikun, ndërsa trajneri nuk i përmbajti emocionet. E kanë marrë futbollistët Neptunin që do vishë edhe ti të përshëndesin publikun. Dhe unë kam vrapuar, i kam dalë për para, që po të shifni dhe fotografi të jam në pozicionin, i pozicionu sepse e prisha. Se Bajko ishte shumë i emocionuar në atë moment. Trajnerin tonë, në Neptun Bajko në atë kohë, po qate nga gëzimi, sepse vërtet kishim mori barazim për një skuadër të madhe. Instinktivisht më kanë ngrit në stoli dhe më thanë profesor, dalin përshëndesin publikun që ishte i mrekullueshëm. Dhe kam dalë me gjithë futbollistët dhe ishte një moment që shkarkoi gjithë lodhjen dhe gëzimin tim. Po të shofësh ka vënd e dorën duke fshirë lodhët, sepse nuk nga emocionet që kishte. Barazimi me Bullgarinë ishte një rezultat i papritur. Titujt e mediave e vlerësonin një pikë të tillë, ndërsa kronologjia e golit të Raklit u botua në faqe të parë. Megjithatë, shkrimet kritike ndaj trajnerit Bajko nuk mungonin. Për gazetarët kuqezin duhet kishin guxuar më tepër përballë Bullgarisë së reduktuar me 10 vetë, edhe pse ajo ishte në fakt skuadra e 4 të botës. Aventura e Stoichkovit në Tiranë megjithatë nuk ishte përfunduar ende. Brenda 7 ditëve topi i ardh do të rikthehej në kryeqytetin shqiptar për të luajtur me Parmën ndaj Teutës së Durrësit. Ndeshja u mbyll 2-0 për italianët, pavarësisht se skuadra shqiptare luajti një futboll të bukur. Stoichkov u aktivizua 90 minuta të plota në atë ndeshje, por 2 golat e Parmës u shënuan nga Zola. Gjithsesi, përballjet me Bullgarinë nuk kishin përfunduar për kuqezind. Më 7 tetor Shqipëria udhtoi për në Sofje për ndeshjen e kthimit. Stoichkov ishte ylli që të rishte interesin e të gjithëve, madje edhe të fotoreporterëve, por t'i afroheshe atij ishte një mision i pamundur. Gjithë mendja ishte kjo Stoichkov. Stoichkov u shoqëronte me 3 bodyguard. Me 3 bodyguard nuk na lejon. Por Bullgaria ishte personalitet. Ndeshja nuk kishte shumë histori.
me Bullgarin që ashtu si në Tiranë shënoi shumë shpejt. Në minutën e 14 Lechko vidhaj përsin bullgarëve. Takimi u luajt me vetëm një drejtim, me bullgarët që në 10 minutat e fundit shënuan dhe 2 herë të tjera me Konstantinovin. Titujt e mediave bullgare një ditë më pas ishin euforik. Në Shqipëri ndërkohë humbja e kombëtares u interpretua si humbja e trajnerit Bajko përballë homologut të tij Penev, edhe pse skuadrat që kishin në dispozicion nuk kishin cilësi të njëjtë. I vetmi që i shpëtoi kritikave ishte Strakosha, që në atë sfidë bëri një paraqitje të jashtëzakonshme. Eliminatorët për Shqipërinë u mbyllën në Qemal Stafa përballë Walesit. Kombëtarja me një fitore do të kishte mundësinë të braktiste për herë të parë vendin e fundit në grup. Në stadiumin kombëtar në një pasdite me shi, gjithçka nisi mirë për kuqezinjt. Në minutën e 5 Shqipëria fitoi një 11 metër që e shndroi në gol Sokol Kushta. Ishte goli i tij i fundit me kombëtarin shqiptare. Megjithatë, kuqezinjt nuk arritën dot të ruanin e përsin, pasi Walesi barezoi në minutën e 42 me Pembridge. Dy skuadrat i mbyllën ato eliminatore në kuot të barabartë pikësh 8. Shqipëria megjithatë qëndronte përpara Walesit për shkak të një golavarazhi më pozitiv. Ndeshja miqësore ndërkombëtare e futbollit ndërmjet skuadrave përfaqësuese të Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të mbetet historike. 15 ditë më pas, kuqezinjt do të luanin dhe ndeshjen e tyre të 125 ndërkombëtare ndaj Bosnjë-Hercegovinës, që e përfshirë nga një luftë e ashpër, luante sfidën e saj të parë në arenën kontinentale. Kuqezinjt ato miqësore luajtën me një përzgjedhje të kampionatit shqiptar, duke fituar 2-0 me gola të Nesti Qëndros dhe Enkel Dobit. Sot paradite, në një nga ambientet e stadiumit kombëtar Qemal Stafa, u mbajt konferenca për shtyp dhënë nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe trajneri i ekipit përfaqësues për ndeshjen me Portugalinë zhvilluar shumë ditë më parë. Aventura e Bajkus megjithatë do të përfundonte në eliminatoret e ardhshme për botrorin Francë 98. Ai e quajti tradhti taktike lojën e futbollistëve tanë më 9 tetor, por njëkohësisht nuk pranoi të ndalet me emra të veçantë dhe konkretisht. Pas një humbje 0-3 me Portugalinë në Qemal Stafa, Bajko do dilte përpara gazetarëve, duke të ndërheqjen nga drejtimi i skuadrës. Bajko theksoi se po të kthehej përsëri kjo ndeshje, ai nuk do të hiqte asnjë presje përbërjes dhe vendosjes së lojtarëve në fushë. Në fund, ai deklaroi dorëheqjen si trajneri i ekipit përfaqësues, duke falendëruar për ndihmën e dhënë Federatën Shqiptare të Futbollit, presidentin e saj, si dhe zotrin të Refik Resmja, Enver Sheu dhe Ali Muça. Të arish një gjë të tillë në jetë nuk është pak. Të arish me një ekip përfaqësues me këta lojtarë në ato kushte nuk është pak. Të barazosh me një ekip të vendit 4 në botorin që sapo kishte mbaruar nuk është pak. Dhe të japësh Shqipërisë një diçka të tillë nuk është pak. Megjithatë, ne nga futbolli kena marrë shumë e shumë më tepër se sa i kemi dhënë këtij futbolli.